Këtë rrugë nga depoja Doracake në depën qendrore, Valdete Shabani e bën së paku një herë në ditë për të marrë e dhënë porositë e materialeve që u nevojiten punëtorëve të njësisë së flotacionit në Kishnicë. Përtej vështirësive fizike që rruga pothuajse gjithmonë është kështu, vështirë e kalueshme, Valdetes të vështirë ja bën edhe shëndeti. Në tetor të vitit 2022, ajo në Gjermani kreu një ndërhyrje në këmbën e majtë. Atje ka bërë një implant i cili që nga ajo kohë ja ka kufizuar ecjet e gjata, qëndrimin e gjatë në këmbë, vozitjen e veturës, peshat e rënda, qëndrimin në hapësira të ftohta e specifika të ngjashme. Por këto nuk i pati parasysh menaxhmenti i ndërmarrjes Trepça kur vendosi t'ia ndëronte vendin e punës nga Zyra, ku shërbente si shefe e shërbimit logjistik dhe administrativ në flotacion në Stantërg, fillimisht në zyrtare të logjistikës në njësinë biznesore në metalurgji të zinkut, pastaj këtu në pozitë të përgjegjëse së depove në njësinë biznesore në flotacion në Kishnicë. As për transferin e parë e as për të dytin, Shabani thotë se nuk u pyet e as njësitë ku u transferua nuk kishin nevojë për të. Më ka ndërgu një njësi metalurgjia e zinkut, më ka ndërgu një pozit zyrtare e logjistikës, e cila pozit në fakt nuk ekziston heq, nuk ka ekzistu në atë njësi ku më ka ndërgu mu. Pse s'ka ekzistu? Po ajo njësi u merr me diçka tjetër dhe atë pozit ata nuk e kam pas, sepse ajo pozit është që kujdeset për vetura, për shembull për shpenzime, sa harxojnë për kështu te atë në atë njësin nuk ka pas atë pozit. Këta më kanë dërgu mu, vica me më largu prej aturit. I pyetur nga betimi për drejtësi ushtruesi detyrës së kryeshefit ekzekutiv në ndërmarrjen Trepça Faton Ahmeti e pohon që ky transfer nuk ishte i menduar mirë. A ka pas nevojë në metalurgjinë e zinkut për pozitën e saj aty? Në njësinë biznesore të metalurgjisë së zinkut për pozitën e saj? Po për arsye që s'ka pas nevojë tani e kena çu dikon tjetër. Domethënë transferi i parë është bo pa mendu, pa nevojë. Qëre, njësit i bëjnë kërkesat e veta. Edhe në bazë kërkesës që e bën njësia na i përgjigjemi me çato fuqi që kena të resurseve. A ka pas kërkesë nga metalurgjia e zinkut për një pozitë të tillë që e keni dërgu? Po na e kena provu, kena mënuf me bërë ristrukturim, me bërë reforma, ndryshime, edhe ma pas një kohë kena vazhdu. Shabani tregon se vendi ku ishte dërguar për të punuar nuk i plotësonte as për afër kushtet e punës, marr parasysh shëndetin e saj. Nuk kishte zyrë, kështu nuk kishte as çfarë të bënte. Çka ke bote aty në? Në fakt ato s'kum bë kur gjë. Unë një muj kom qëndru ato edhe se kom kry asnjë punë, sepse vetë shefi i asaj njësie më ka thonë që unë nuk muj me caktu ty një punë, sepse s'është kjo pozitë të one. Në fakt, unë ato thuja veç kum najt. Kush ka qenë shef atë? Shef ka qenë Burem Halili. Për këtë transfer që ju bë në shtator të vitit 2024 me arsyetimin për nevojën e ndërmarrjes për ristrukturim dhe riorganizim të punëve, ajo u ankua në Komisionin për ankesa në ndërmarrje. Ankesa ju refuzua me arsyetimin se ishte e pabazë. Pas asaj që ku marra të përgjigje, unë ku më angazhu një avokat personal, do më thonë që më privat, më mirë me rastin, po ashtu edhe e ku më dërgu landin edhe në inspektoriatin e punës, ato në Mitrovic. Ke po padi ndaj Trepçës? Po kam bo padi. Inspektorati i punës asnjëherë nuk i ktheu përgjigje, por derisa priste, Valdetes i erdhi vendimi për transferin e dytë, me të njëjtin arsyetim, për nevojat të ndërmarrjes, për ristrukturim dhe riorganizim të punëve. Pasi menaxhmenti saktësisht ka kuptu që unë jam anku në inspektoriat dhe kam fillu edhe me padin, më ka ardhur tjetri transfer, ku jam transferu këto në Kishnicë me datën 15 tetor, dhe që nga ajo ditë ende jam këto. Edhe për vendimin e dytë, thotë se u ankua në Komisionin e Ankesave në ndërmarrje dhe në fund të muajit tetor të 2024-s mori përgjigjen e njëjtë, si kur u ankua herën e parë. Përsëri kum bë ankesë, kum bë domethënë te Komisioni i Ankesave i njëjti dhe mas 15 vite përsëri e ku marrë atë përgjigjen e njëjtë. Qysh e ku marrë të parën, domethënë edhe dytën. Edhe për këtë transfer, ushtruesi detyrës së kryeshefit të ndërmarrjes Faton Ahmeti tha se u bë me kërkesë të njësisë. Kena pas një kërkesë ke njësisë Kishnicës, bas çasoj kërkesë na thirr, na dhe kena transferuar. Për çka ju ka bë kërkesë? Kërkesë që kena nevojë për saftri, për këtë pozitë.
A ju kam bo kërkesë për pozitën e saj, pra për përgjegjës të depove në njësim biznesore? Juve të kësaj njërë specifike. Po tash na po flasin specifikisht. Po, për të gjitha thash. Për shembull ai lyp punëtor, unë vyj që për shembull dje kena pas një kërkesë 3, unë vyj në 10 punëtor. Ai bën si kërkesë. Po tani në mënyrë specifike ai përcakton ato në ku i duhet mi pozicionu. Për arsye se ai është drejtori i njësisë, që i përcakton në mënyrë specifike, apo do me qunë depo, apo do me qunë laborator, apo do me qunë flotim, apo do aje përcakton, aje ka kompetencën e plot ku me vendos, jo une. Se në njësinë e Kishnisës ka nevojë për të plotësuar numrin e punëtorëve, e thot edhe drejtori i kësaj njësie, Fisnik Frangu, por jo për përgjegjës të depove, ashtu siç e pozicionuan Valdeten. Është mundu ndoshta kryeshefi më bëni rifreskim të situatës, me qenë se për këto mënyrë kryeshefi më dhon më shumë çka ka tentu, çka ka bëu. Kurse na mundna me fol sa ka ndikuar ajo tek ne, nuk është një diçka që na në këto pika kena pas mungesë të këtyne personave. Krejt këto transfere, Shabani thot se zanafillën e kanë nga drejtori i njësisë minierës së Stantërgut, shoqërisë Sadikut. Sepse i ka pengu suksesi që i kemi pas si njësi. Në çfarë aspekte po më? Po, njësia e flotacionit tuneli parë zakonisht ka qenë një orë si njësi që gjithmonë gjitha punët i kam mbaru me afat caktum. Si punën e administratës, punën rreth reportit, rreth produktimit. Rastin tem, për shembull, hakmarrja e tij ka fillu ku këtu e kam një dokument që dhe tregon qartë në muajin mars, domethënë 2024, zyrtari financiar i ndërmarrjes Trepça, zoti Shykri Gashi, e dërgon një email në të gjitha njësitë e Trepçës, ku thotë që data e çdo muaji duhet të jetë data 03 për mbarimin e pagave. Domethënë gjithë na financierët, paga duhet me mbaru me datën 0. Po, me ekzekutu me qenë gati. Dhe me të marrë këtë urdhër, ne e kemi kry këtë detyrë dhe e kemi njoftu zyrtarin financiar, ku ai ka kthy një email dhe na ka falenderu, që ku është edhe emaila e tina, na ka falenderu për mbarimin e punëve, posaçërisht e ka përmend edhe emrin tim si një lloj lavdate. Kjo i ka pengu shumë shoqërisë Sadikut, pse ne i kemi mbaru pagat dhe njësia e tij nuk i ka mbaru. Dhe në këtë email ai ka reagu me një fjalor ku e shehni që mundohet totalisht të më degradoj mua dhe një farë mënyre të thotë që unë nuk jam askush i ato, as nuk është detyre e jamja për mi mbaru pagat. Këto e ka bë vish pse ne i kemi kry me sukses gjitha ato punë, ndërsa ata nuk kanë mujt me i arrit. Ajo për çfarë po flet Shabani se shoqërisë Sadikut i ka penguar suksesi i saj, sipas saj, shpërfaqet edhe në korrespondenca të brendshme të ndërmarrjes, të cilat i ka siguruar betimi për drejtësi. Është ky email, të cilin Shukri Gashi, si zyrtar kryesor financiar i thesarit në ndërmarrjen Trepça, ja ka dorëzuar përgjegjësit të njësive biznesore më 4 mars të vitit 2024 për kryerjen e pagave me kohë ndaj punëtorëve të njësisë së Stantërgut dhe flotacionit, në të cilën thuhet se afati i fundit për kompletimin e listave të pagave dhe futjen e të dhënave në sistem është data 3 e çdo muaji. Këtu falenderon Valdeten për kryerjen e këtij obligimi me kohë dhe kërkon nga përgjegjësit tjerë që nëse nuk e kanë përfunduar deri tani, ta bëjnë sa më shpejt. Kësaj shkrese elektronike i përgjigjet shoqërisë Sadiku si drejtori minierës së Stantërgut, ku ka kërkuar sqarim se kush e ka dezinformuar se Valdetja është përgjegjëse për përgatitjen e listës së pagave, duke shtuar se të vetmi përgjegjës për kryerjen e kësaj pune për punëtorët e njësisë së Stantërgut bashkë me flotacionin janë zyrtarët e financave të cilët punojnë në Stantërg. Më pas, Gashi i përgjigjet duke i thënë se nuk është dezinformuar, por ka pranuar emailin nga Valdetja se listat e pagave për punëtorët e njësisë flotacionit tuneli i parë për muajin mars 2024 kanë përfunduar dhe nga muaji prill merren kolegët në Stantërg. Kryerja e obligimeve me kohë sipas Valdetes Shabanit ishte shkak që shoqëria Sadiku t'ia marrë përgjegjësitë e punës nga muaji prill i vitit 2024. Po, jam degradu, sepse unë ma nuk kam pas asnjë punë ato me punu në flotacion, shkurt veç kam nejt dhe s'kam pas asnjë detyrë.
Ai ka e purdhur... Kur i ka marrë përgjithësit përgjithësit i ka marrë... I ka marrë ka data 4 prill, 5 që të me njerë fillimin e muajit prill. Që në kuptojnë, zyrtari financiar i Stantërgut i ka kry edhe pjesët financiare të flotacionit. Të flotacionit, po, sepse kjo i ka tërhek gjitha dosjet për flotacionit, i ka tërhek gjitha punt, ka largu mu për sistemit pagave. Gjitha këto, a i ka ba me manipuluaj vetë që dënë, me baj vetë që dënë, sepse me mu nuk ish mujt ashtu. Shoqëri Sadiku, drejtor i minierës së Stantërgut, thotë se këto akuza janë të pa baza. Këtë akuza shikoj ka pa bazë. Kompetencat nuk ja humor, për ja ka në mënyrë pa drejt. Ma herët, se kompetenca për llogaritin e paga i ka zyrja për paga në Stantërg. Na jemi njësi. Miniera me flotacion është njësi. Edhe kur i morën drejtor të emëruar në Stantërg, unë ku ndosh me pas, po flas llogaritin e paga në Stantërg për të gjithë me po. Jo dhe ku më llogaritni po në njësi, ose departament, atë kërkuj çdo departament veç me llogarit pagat. Se një të si flotacione, si departamentet e elektromaqinerisë, si njësia për hulumtim e zhvillim departamente, si departamenti të mbrojtjes punë, dhe më unë njëjtë tatë pozicioni kanë. Pse the ju ka ndonë? Ka bo shkele ligjore, asnjë kompetencë që të shakumora, e ka kompetenca dhe më thonë bazë të rregullores. Në fakt, rregulloria e vitit 2023 për të cilën flet Sadiku në përshkrim të punëve për pozitën shefe e shërbimit logjistik dhe administrativ në flotacion në Stantërg nuk e ka llogaritjen e pagave. Por, këtë punë Valdetja e bëri për më shumë se 6 vjet, duke u bazuar edhe në kontratën e punës, e fundit e nënshkruar në vitin 2021. Po si në kontratë po thirë është? Që ato të vitit 2021? Po për mu është valide, e në basë rregullore s'është. Po për derisa s'ka kontratë tjetër të re, ajo është valide, shysh nuk është valide. Kjo është kontrata e re. Po është rregullore në fuqi. Dhe më thonë ti po thu që rregulloria e punës është më e vlefshme se kontrata e punës që ka ndërlidh kompania ndërmarrja me punëtorin. Po rregulloria kanë nxjerrë borde. Unë që rregullore mirë, keqe duhet me respektuar. E kontratën e punës kush me respektuar? Rregulloren para prake tash. Ajo ka kry veprim sipas përshkrimit të kontratës. Aja ka kry punë. Po në shumë visa po më kuptonte. Aja kontrata 2021-s. Po. Unë po në më rregullore 2023-s. Po. Po. Dhe e qartë. Ushtruesi i detyrës së kryeshefit të ndërmarrjes Trepça, Faton Ahmeti, ndër të tjera, thotë se nuk ishin në dieni për specifikat shëndetësore të Valdetes. Ju nuk e keni ditë që ka nevoja të veçanta kur e keni marrë vendime për me transferu? Jo, që se kom ditë, pas tasi se ka ditë. S'ka pas kur fare informacioni, s'ka pas këtu njerëz të punësu me nevojat veçanta. E qysh merren vendimet për transfere të punëtorëve pa u konsultu me punëtorët, pa i këshirë nevojat, s'po kuptoj pak, diçka s'po përputhet. Jo, kjo bëhet në bazë nevojave të ndërmarrjes. Po çu transferon ti njerin pa e ditë specifikisht a mundet me kry çat puna ajo që ti pe transferon? Po mëra e ka qenë, dhe më thonë e ka qenë që kam shefë, e ka qenë si pas informatave, ka qenë normal. Po është komisioni që vlerëson këtu detajë smirna. Ahmeti dhe komisioni i cili ka vlerësuar se Valdete Shabani duhet të transferohet mund të mos e kenë ditur këtë detaj kur i bën transferin e parë Valdetes. Por, del se jo edhe kur vendosën ta transferonin për herën e dytë. Kjo pasi që në ankesën që ajo i drejtoi Komisionit të Ankesave në ndërmarrje pas transferit të parë në njësinë e metalurgjisë së zinkut, ajo e kishte theksuar ndër të tjera që janë shkaqet shëndetësore që e kanë bërë të ankohet për këtë vendim. Këtë gabim, sipas Shabanit, menaxhmenti janë munduar ta rregullojnë edhe në një variant tjetër, duke i ofruar Valdetes të rikthehet aty ku ishte, me kushtin që të tërheq padinë që kishte bërë në gjykat. Pas seancës të parë që e kum pas, pasi që u kry seanca, kum pas ofertë nga menaxhmenti me u kthyu në ato në menaxhment, por me tërhik landën e padis, do më thonë, e nuk kum pranu me bo një gjatë tillë, sepse du me dali vërtet në shesh deri në fund. Po më ka thonë ktheu, ta bajna këto një vend dikon ma të letë, ku të përshtatët ty, hyn me vetur, deri te veni i punës ku je, kthehesh, këmë thonë ju, më keni degradu shumë, më keni nënçmu shumë, më keni shkaktu shumë trauma, shumë nuk du me bo këto deri sa ata që ma keni bo mu, kam qef edhe ju me marrë dënimin për gjitha këtu që mi keni bo. Sepse mi keni bo pa asë një arsye. Si kur të kësha bo na i gabem,
gjatë referatit punës ose që ja shkaktoj ndaj dëm ndërmarrjes, unë e kisha pranu normal se çdo njeri mundet me gabu, dhe s'kisha bua pa di askur gjë. Ahmeti e pranon se i ofruan të rikthehe aty ku ishte, por pa kushtin që Valdetja e theksoi. Na e kena lutë dhe të kthehet, pa e s'ka pranu. Kjo ka qenë gjatë procedurës dhe Valdetja na ka thonë që nuk ka pranu, sepse kërkesa që është bë, asaj sipas Valdetës është që ju keni kërku me tërheq padin ajo dhe pastaj me u rikthy në vendin ku ju i keni dhënë. Jo, s'kena kërku ashtu. Jo, dhe të vazhdojna e procedurën e padin, s'ka lidhje për ata. Kena thonë nëse është çështu problemi se këtu s'kam pas informata që mundet ajo me qenë me nevoja të veçanta. Asun s'kam pas, as ajo kur se ka njoftu këtu, menaxhmentin. Edhe pasi që na e morëm si informati, kena thonë ktheu, so problem, vjen ma afër shtëpi, se ki ma afër këtu, qytetin afër, do më thonë s'ki nevoj me shku atjas në minjer, anë flotim, gjithçka është, ju ka thonë si hapësirë, për këtë çështje, pa e s'ka pranu. Megjithatë, gjykata themelore në Mitrovic në vendimin e datës 13 janar të këtij viti ka vendosur që të pranojë në tërësi padinë e Valdete Shabanit, e cila ka kërkuar që të anulohen 2 vendimet e Trepçës për të transferuar në vende të tjera të punës dhe ta rikthejnë në pozitën të cilën e kishte para këtyre vendimeve. Gjykata ka kërkuar që këto vendime të anulohen dhe ka obliguar ndërmarrjen Trepça që Valdeten ta rikthejë në vendin e punës si shefe e shërbimit logjistik dhe administrativ. Por ndërmarrja e ka ankimuar këtë vendim. Kështu, rasti ka kaluar në shkallë të dytë dhe deri tani akoma nuk është ndërmarrë ndonjë vendim.